Vjehra ime më urrente që ditën e parë. Nuk ishte një urrejtje e fshehur, ishte e ftohtë, e dukshme, e heshtur. Çdo fjalë e saj kishte një thumb, çdo buzëqeshje ishte ngrirë. Por një natë rastësisht zbulova një sekret që ndryshoi gjithçka. Një sekret që shpjegonte jo vetëm urrejtjen e saj, por edhe frikën që ajo kishte nga unë. Dhe kur e vërteta doli në dritë, rolet u përmbysën. Shtëpia ku nuk isha kurrë e mirëpritur. Kur u martova me Arditin, mendoja se sfida më e madhe do të ishte ndërtimi i jetës son nga zero. Nuk e dija se sfida e vërtet do të ishte nëna e tij. Në dasmë ajo më përqafoi para të gjithëve, por përqafimi i saj ishte i ftohtë. Dora e saj më shtypi pak më fort se ç'duhej dhe më pëshpëriti në vesh. Shpresoj të jesh e denjë për djalin tim. Nuk ishte urim, ishte paralajmërim. Në fillim mendova se ishte thjesht një vjeher xheloze. Një nën që nuk pranonte lehtë faktin që djali i saj nuk ishte më i saj. E justifikova çdo koment të saj. Supën e bëm pak të hollë. Arditi nuk ka zakonisht kaq krip. Në shtëpinë tonë gjërat bëhen ndryshe. Në shtëpinë tonë. Ajo e thoshte gjithmonë kështu. Edhe pse unë dhe Arditi jetonim veçmas. Ajo sillej sikur ende ishte shtëpia e saj. Fillova ta ndiej veten si e huaj. Në çdo fest familjare, ajo më injoronte ose më korrigjonte para të tjerëve. Nëse unë flisja, ajo ndërhynte. Nëse unë heshtja, ajo më quante të ftohtë. Arditi nuk e shihte, ose ndoshta nuk donte ta shihte. E ke keq kuptuar, më thoshte. Mami është thjesht e drejtë për drejtë, por drejtë për drejtësia nuk të shikon me përbuzje. Fillimi i luftës së heshtur. Gjërat u përkeqësuan kur mbeta shtatzën. Në vend që të gëzohej, ajo u zbe. Për disa sekonda fytyra e saj u ngurtësua. Pastaj buzëqeshi me zor. Shpresoj të jetë djalë, tha menjëherë. E qesha nervoze. Rëndësi ka të jetë i shëndetshëm. Ajo nuk qeshi. Gjatë shtatzënisë, ajo u bë edhe më e pranishme. Telefonata çdo ditë. Këshilla pa fund. Kritik për çdo vendim timin. Mos ha këtë. Mos dil kaq vonë. Mos e mbaj barkun kështu. Në një moment fillova të ndihesha sikur fëmia nuk ishte imi, por i saj. Një pasdite, ndërsa po rregulloja dollapin, gjeta disa letra të vjetra në një kuti që Arditi e kishte sjell nga shtëpia e prindërve. Ishin dokumente, fotografi të vjetra dhe një zarf i mbyllur. Nuk e hapa. Nuk ishte e imja, por diçka më bëri kurioze. Mbrëmjen atë natë, vjehra erdhi pa paralajmërim. Sytë e saj shëtisnin në për shtëpi, sikur kërkonte diçka. A ka sjell Arditi ndonjë kuti nga shtëpia? Pyeti rastësisht. Po, ju përgjigja. Janë disa gjëra të vjetra. Ajo u tensionua. Ku janë? Toni i saj nuk ishte më i qetë. Ishte urdhërues. Në atë moment për herë të parë ndjeva frikë. Jo nga ajo, por nga diçka që ajo po përpiqej të fshihte. Sjellja e çuditshme. Ditët që pasuan, ajo u bë e padurueshme. Filloi të vinte çdo ditë. Hape mbyll dollap. Kontrollonte sirtar me justifikimin se po kërkonte gjëra për beben. Një herë kapa duke kontrolluar sirtarin e dhomës son të gjumit. Çfarë po kërkon, e pyeta. Ajo u kthye ngadalë. Asgjë. Por fytyra e saj ishte e bardhë. Në atë çast e kuptova. Urrejtja e saj nuk ishte personale. Ishte frikë. Dhe unë isha kërcënimi. Nata që ndryshoi gjithçka. Ishte ora 2 e mëngjesit kur u zgjova për të pirë ujë. Nga korridori pash dritë në sallon. Mendova se Arditi ishte zgjuar, por kur u afrova, pash vjehrën time. Ajo kishte hyrë me çelsin e saj rezervë. Në duar mbante kutinë me dokumentet. Çfarë po bën? Pëshpërita me zë të dridhur. Ajo u trem. Zarfi i bardhë i ra nga dora. Për disa sekonda asnjëra nuk foli. Pastaj ajo bëri diçka që nuk do ta harroj kurrë. Filloi të qante. Jo me lot të lehtë, por me dënesë, si dikush që mban një barë prej vitesh. Ti nuk duhet ta dish, tha me slotësh. Nuk duhet të di çfarë. Ajo më pa drejte në sy. Dhe për herë të parë nuk pash urrejtje. Pash frikë. Sekreti. E mora zarfin nga dyshemeja. Duart më dridheshin. Brenda ishte një dokument. Një certifikat të lindjeje e vjetër. Emri i babait ishte bosh. Por emri i nënës nuk ishte ai që njihja. Nuk ishte ajo. E pa shëhutuar. Arditi nuk është djali im biologjik, tha ajo me zë të ulët. Bota më rrotullohej. Çfarë?
Ai është djali i motrës sime. Më tregoi gjithçka atë natë. Para 30 vitesh, motra e saj kishte mbetur shtatzën jashtë martese. Familja kishte kërcënuar ta përzinte. Për të shmangur turpin, ajo vjehra ime kishte deklaruar fëmijën si të sajin. Askush nuk e dinte. As Arditi. Unë e rrita, tha ajo me dëshpërim. E desha si shpirtin tim. Por gjithmonë kam pasur frikë se një ditë e vërteta do të dalë. E kuptova atëherë. Ajo më urrente sepse unë po i jepja Arditit një familje të re. Një lidhje gjaku të re. Një fëmijë që do ta largonte edhe më shumë nga ajo. Unë nuk isha armiku. Unë isha kujtesa se ajo jetonte mbi një gënjeshtër. Zgjedhja ime. Mund ta kisha përdorur atë sekret. Mund ta kisha shkatëruar. Por ndërsa e shihja të ulur në divan të thyer, e kuptova se urrejtja e saj kishte lindur nga frika e humbjes. Arditi duhet ta di, thash me qetësi. Ajo u drodh. Jo, do ta humbas. Nëse nuk ja thua ti, do ta humbasësh me të vërtet. Ajo më pa për disa sekonda të gjata. Dhe për herë të parë nuk më pa si rivale. Më pa si njeri, por nuk e dija se e vërteta do të sillte pasoja shumë më të mëdha nga sa imagjinoja. Sepse kur sekretet dalin në dritë, ato nuk zbulojnë vetëm të shkuarën. Ato ndryshojnë të ardhmen. Të përballesh me të shkuarën që nuk e prisje. Ditët pas asaj nate ishin të çuditshme. Një heshtje e çuditshme mbushte shtëpinë. Vjehra ime nuk më fliste shumë, por as nuk më sulmonte. Ishte një ndryshim i pazakont. Arditi ishte i lumtur, por nuk e dija si ta tregoja sekretin pa shkatëruar gjithçka. Të gjitha ditët e mia të mëparshme të tensionuara me vjehrën tani merrnin një kuptim tjetër. Ajo nuk më urrente mua. Ajo ishte ngatëruar në rrjetin e një sekreti që kishte mbajtur për dekada. Arditi dhe zbulimi. Një pasdite vendosa që të tregoja diçka Arditit. Nuk e tregova me njëherë të vërtetën e plot. Por i thash se kisha zbuluar diçka të rëndësishme për të shkuarën e tij. Sytë e tij u zgjeruan. Ai nuk dinte se çfarë të mendonte. Çfarë ke gjetur, pyeti ngadalë. Jo të gjithë e din historinë e vërtet, ju përgjigja. A do të më shkatërosh? Pyeti me një lloj frike që nuk e kisha parë kurrë te ai. Nuk ishte frikë nga unë. Ishte frikë nga e vërteta. Kur ja tregova pjesën më të rëndësishme, filloi të qante. Jo nga trishtimi, por nga lehtësimi. Të gjithë këto vite, ai kishte ndjer një boshllëk, diçka që nuk e kuptonte plotësisht. Tani gjithçka kishte kuptim. Vjehra dhe pendimi. Vjehra ime u tërhoq. Filloi të më fliste hapur, pa kritika, pa thumb. Çdo fjalë e saj ishte e ngrohtë dhe e tronditur. Nuk kisha asnjë qëllim të keq ndaj teje, tha një ditë, ndërsa po shikonim fotot e vjetra të Arditit. Vetëm kisha frikë. Frikë se një ditë të vërteta do të na ndante. Fillova ta kuptoj. Ishte një grua që kishte jetuar me frikën e një gabimi të fshehur. Një grua që kishte dashur vetëm të mbante familjen së bashku. Edhe pse me metoda të gabuar. Ndërkohë unë fillova të fal. Nuk ishte falje e lehtë, por ishte e nevojshme. Sepse urrejtja e saj nuk ishte qenë kurrë kundër meje. Ajo ishte kundër asaj që ajo e quante rrezik për të dashurit e saj. Ndërtimi i marrëdhënieve të reja. Ditët që pasuan, ne tre filluam të ndërtonim marrëdhënie të reja. Arditi ishte më i hapur, më i qetë. Vjehra ime filloi të më ndihmonte me gjërat e përditshme. Por këtë herë me dashuri, jo me frikë apo urrejtje. Fillova ta kuptoj vjehrën si një nënë e dashur që kishte bërë zgjedhje të vështira për shkak të rrethanave. Dhe ajo filloi të më shihte si një nuse që nuk ishte kërcënim, por mbështetje. Një ditë, ndërsa po përgatisnim darkën së bashku, ajo më tha: "Të falenderoj që më kuptove. Nuk e meritoja këtë urrejtje të vazhdueshme." Nuk ishte urrejtje, ju përgjigja. Ishte frikë. Tani e kuptoj. Sekreti që bashkoi, jo që ndau. Ajo që kishte filluar si një urrejtje heshtur, përfundoi duke na afruar më shumë. Sekreti i saj që dikur dukej si një pengesë e madhe, u bë ura për të kuptuar njëri tjetrin. Mësova se ndonjëherë njerëzit që duken armiq janë thjesht të humbur në frikën e tyre, dhe se zbulimi i së vërtetës mund të sjellë lehtësim dhe jo shkatërim, nëse përballohet me mençuri dhe dashuri. Kur e vërteta u bë fuqia jon, pas muajve të tensionuar dhe përballjes me sekretin, marrëdhënia jon tashmë kishte ndryshuar, por një provë e vërtet do të vinte papritmas. Një mëngjes, një lajm e keqe mbërriti. Motra e vjehrës ishte sëmur rënd dhe kërkonte ndihmë.
Nuk kishte kujdes tjetër të afërt. Vjehra ime, që dikur ishte ftohtë dhe e kujdesshme ndaj çdo hapësire personale, duhej të udhëtonte për ta ndihmuar. Arditi ishte në punë. Unë u gjenda para një zgjedhjeje. Të lija gjithçka pas dhe të shkoja me të, apo të qëndroja në shtëpi dhe të lejoja të tjerët të merrnin vendimin. Udhëtimi që ndryshoi gjithçka. Zgjedhja ime ishte e qartë, do shkoja me të. Në automjet, heshtja ishte fillimisht e rëndë, por pas disa minutash, ajo filloi të fliste për gjëra që kur nuk I kishte thënë. Për frikën e fëmijërisë, për humbjen e motrës, për detyrat që e kishin bërë të ndjente përgjegjësi të madhe për çdo familjar. Kur nuk kam dashur të dëmtoj, tha ajo me zë të ulët. E di, ju përgjigja, por ndonjëherë urrejtja fsheh dashurinë më shumë se çdo fjalë e bukur. Në ato momente, kuptova se vjehra ime kishte qenë gjithmonë e mbingarkuar nga detyrat e saj, por frika e saj kishte marrë formën e ftohtësisë ndaj meje. Tani, e gjithë kjo po çlirohej. Përballja me të vërtetën dhe forcimi I lidhjes. Kur mbërritëm tek motra e saj, ajo ishte hutuar dhe e dobët, por vjehra ime nuk hezitoi të tregonte kujdes, dashuri dhe përkujdesje. Unë e ndihmoja pranë saj dhe së bashku përballuam situatën. Në ato qaste, gjithçka që kishte qenë tension dhe urrejtje u zhdu. Një lidhje e re u krijua midis nesh. Një marrëdhënie bazuar mbi respekt, empati dhe kuptim. Mësova se njerëzit që duken më të ashpër shpesh kanë një histori të dhimbshme pas tyre, dhe se të kuptuarit dhe falja mund të kthejnë një marrëdhënie të tensionuar në një forcë të bashkuar. Mësimi I së vërtetës. Kur ktheheshim në shtëpi, vjehra ime më pa dhe buzëqeshi për herë të parë pa frikë. Nuk kishte më thumba në fjalët e saj. Nuk kishte më gjykime të fshehta. Vetëm mirënjohje dhe respekt. Tani e kuptoj se kush je dhe çfarë sjell në familje, tha ajo. Dhe unë e kuptoj se kush je ti, ju përgjigja. Sekreti I saj, që dikur dukej si një pengesë pakapërcyeshme, u bë një urë lidhjeje. Nuk na ndau, na bashkoi, dhe mësoj që ndonjëherë urrejtja nuk është armik. Është thjesht frikë që kërkon të kuptohet. Në fund, ajo që më mësoi vjehra ime ishte kjo. Familja nuk është vetëm gjak, është përkushtimi për të kuptuar, për të falur dhe për të qëndruar së bashku, edhe kur e vërteta është e frikshme. Dhe nga urrejtja fillestare lindi një marrëdhënie e re, e ndërtuar mbi respekt dhe dashuri të sinqertë.